Unaza perëndimore në qytetin e Shkodrës po amortizohet çdo ditë më shumë. Pothuajse gjatë gjithë këtij segmenti një pjesë e pusetave janë të shembura, ndërsa janë krijuar edhe gropa të mëdha, duke vështirësuar lëvizjen për drejtuesit e automjeteve që udhtojnë në këtë rrugë. Banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme për habilitimin e rrugës, pasi gropat e hapura bën shkak edhe për aksidente. Këtu makese kanë bë me gropa, me puseta. Ka dalë losin tonë, ka pak të pusetave në nësë deri në top hanë. Ndalje rrezik me zonë e njërja, me dalë një koma, me thuj kryt. Prandaj i lutë në bashkisë, në rrët me këtë punë, se mirë është më marë se... A ka me qim natin? Pa, kena. Këtu është mirë me pume se kaloj njerëzit me shpejtësit madhe, edhe rruga ngushtu që se i kanë vu këta, të kunjat të në për rrugë. Sa është mund që sa s'ka ndodhë një aksidenti madhë, me na vu një bumë, që është edhe kolegji këto edhe në shkollar. Janë gropa kështu, me vu një ka pak e nisëm. Unaza perëndimore është një ndër rrugët me fluks të lartë lëvizje, kryesisht automjeteve dhe përdoruesve të biçikletave. Ajo përbën një nyje të rëndësishme lidhëse me pjesën tjetër të qytetit.